së pari, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes. Çfarë është Agjencia e Industrisë së Mbrojtjes? Agjencia e Industrisë së Mbrojtjes ka për mision rregullimin, monitorimin, mbikëqyrjen dhe promovimin e industrisë ushtarake në Republikën e Shqipërisë. Është një institucion i ri, i ngritur rishtaz. Është një institucion i ngritur rishtazi. Ne sapo jemi krijuar me ligjin 84/2024 që u miratua në fund të ose në korrik të vitit 2024 le të themi, dhe agjencia sapo ka filluar, sapo është ngritur, ka filluar. Çfarë burime ka? Dhe këtu flas për burime njerëzore, se pastaj financiare. Burimet njerëzore ne jemi duke rekrutuar, ka ekspert të fushave të ndryshme, ekspert inxhinier, ekspert armatimi, ekspert teknologjie, inovacioni, ekspert të lëndëve klase, planifikimi, pra është një agjenci e mirë organizuar dhe ne jemi duke rekrutuar, jemi në fazën e marrjes së mbushjes së vakancave, gjithashtu është një agjenci e cila është e mirë paguar dhe kjo tregon edhe kujdesin që ka treguar qeveria e Shqipërisë për t'i dhënë rëndësinë e duhur një agjencie kaq të rëndësishme për industrinë e mbrojtjes. Si vend antar i NATO-s, nuk e di nëse janë krijuar lidhje mes drejtorisë që ju drejtoni, agjencisë që ju drejtoni dhe institucioneve të tjera, ndoshta partner të huaj? Ne jemi duke punuar, sepse sapo jemi krijuar, pra kemi bërë 3 muaj jetë institucionale, le të themi. Kështu që gjithçka do të vi me hapa. Do të vi, absolutisht ne kemi planet tona të bashkëpunimit, ne jemi afruar, jemi qasur nëpërmjet tavolinave tona trumbullakta me NATO-n për të bërë pjesë e industrisë së mbrojtjes së NATO-s të më gjerë. Dakor. Dhe gjithçka ka nisur, kam përshtypjen, nga një zotim apo premtim i kryeministrit Rama, gati një vit më parë, madje ka qenë i pranishëm, në mos gaboj, edhe në vizitën e tij të parë dhe të vetme në vendin tonë, presidenti i Ukrainës Zoti Zelenski, atëherë u diskutua për revitalizimin e industrisë ushtarake. Ku jemi aktualisht në këtë proces? Mund të them me shumë kënaqësi dhe përgjegjësi që kemi bërë shumë hapa në drejtim në radhë të parë të ngritjes së infrastrukturës së duhur ligjore. Janë miratuar 2 ligje, njëri ligj i cili rregullon të gjithë aktivitetin e prodhimit armatimit ushtarak në Republikën e Shqipërisë dhe një ligj tjetër i cili ngre shoqërinë tregtare, aksioner të cilës është shteti, pra me pronësi shtetërore, KAJO, e cila është mekanizmi tregtar për të zhvilluar industrinë e mbrojtjes në Shqipëri. Përveç kësaj, ish uzinat ndërmarrjet ushtarake, të cilat funksiononin në kohën e gjatë regjimit vjetër, u transferuan në kompaninë KAJO. Më pas, e gjithë infrastruktura ligjore u mbështet dhe u pasurua me vendimin e Këshillit të Ministrave, të cilat rregullojnë të gjithë të proces. Filluan shfaqjet e interesimit parë, letrat e interesit, memorandumet e mirëkuptimit të para dhe ne filluam të futemi pra në këtë dimension, në këtë aktivitet për të parë mundësinë e bashkëpunimit tregtar me kompanitë e interesuara. Unë veçova pak më parë ish uzinën autotraktor në Tiranë, paktën kështu njihet, do të ndalem vetëm pas pak se për çfarë ka shërbyer dhe për çfarë mund të shërbejë tani, se ka patur shumë ide edhe komente, por si paraqitet fillimisht situata në ato që ne drejtohemi sot si ish uzinat ushtarake në Gramsh, në Mjekës dhe në Poliçan? Mund të them që ato uzina u shpëtuan. U shpëtuan? Po. Në këtë një vit? Me vendimin për t'ju transferuar shoqërisë tregtare KAJO, në fakt ne morëm një vendim për të shpëtuar të gjithë historinë e tyre. Ato uzina kanë qenë në fazën e mbylljes, pra për shumë vite me radhë, kanë qenë duke diskutuar që të mbyllet, sepse nuk kishin më aktivitet dhe ishin një barë e rëndë për buxhetin e mbrojtjes dhe buxhetin e shtetit. Çdo ditë që ato qëndrojnë të hapura pa aktivitet prodhimi, vetëm krijonin një barë të rëndë për buxhetin e mbrojtjes, por edhe barë, si thua, sociale për ato punonjës të cilët pushoheshin nga puna dhe nuk mundeshin të paguheshin për arsye të mungesës aktivitetit tregtar. Me kalimin e tyre tek KAJO, tashmë përveç se të gjitha detyrimet u shlyen, u morën përsipër nga KAJO, ato janë të afta që ato aktive që kanë, sepse zotrojnë sipërfaqe të konsiderueshme toke, sipërfaqe të cilat kanë qenë gjithmonë aty, të destinuara për të njëjtën proces pune që ne sot kërkojmë t'i rivitalizojmë. Pavarësisht se do të ketë nevojë për modernizime. Patjetër ato janë të fjetura, janë të amortizuara ndër vite, patjetër do ketë investime për t'i bërë, por e rëndësishme është që këto 3 ndërmarrje ne i shpëtuam. U shpëtuan dhe janë tani, jemi në procesin e rivlerësimit të tyre, madje Mjeksi mund të them që shumë shpejt mund të fillojnë aktivitetin e çmilitarizimit, pra kemi një proces demilitarizimi me një kontratë me forcën armatosur, e cila u ndërpre për arsye të ndryshimeve ligjore, tani ata shumë shpejt
do rimarrin procesin e demilitarizimit, pra do të fillojnë produktin, prodhimin, aktivitetin e tyre ekonomik. Ka patur interes për të tri këto ish uzina edhe nga kompani të huaja? Interesi është shumë i madh. Nga kush? Kompani turke kanë përshtypjen? Për arsye të disa kufizimeve në mos ekspozimin të informacioneve tregtare, pra ne jemi në fazat e para, unë do të dëshiroj me kuptimin tuaj dhe të opinionit publik që në këto momente mos të përmend emra kompanish përveç atyre që janë bërë publike. Por janë dhe të huaja. Ka interes nga të huaj? Absolutisht, janë të huaja, janë kompani të mëdha, janë kompani të shteteve që ne jemi aleat të NATO-s, shteteve të tjera të cilat ne kemi marrëveshje bashkëpunimi ushtarak ose fushën e mbrojtjes dhe janë shumë të interesuar sepse Shqipëria ofron një pozitë gjeografike shumë të favorshme, është në udhkryq të rrugëve tregtare, të gjithë zinxhirëve të furnizimit midis Europës dhe Azisë, ka porte detare, është një vend i cili është i lidhur mirë me transport rrugor dhe transport detar,